Thot Ibn Qayyim rahimullah, në qoftë se besimtari ngritet mëngjes, por edhe e zë mbrëmja gjithashtu, dhe nuk ka breng tjetër përveç se brengës së tij në raport me Allahun, atëherë kjo i sjell përfitime si vijoj. Do të thonë, nëse brenga jote është raportit me Allahun, nëse brenga jote është lidhja jote me Allahun, brenga jote është Zoti yt, si do t'jesh me te sot, dhe nëse me këtë brengë zgjohesh dhe me këtë brengë bjen të flesh, atëre shiko çfarë të sjell kjo brengë, e pastaj të tregoj unë ty se si bjen me kon kjo brengë. Thot Ibn Qayyim rahimullah, nëse kjo është brenga jote në mëngjes dhe mbrëmje, atër Allahu i madhruar i merr përsipër me t'i kry në forma ndryshme, ose me t'i lehtësu, ose me të ndihmu, ose me t'a dërgu diken për njerëzve, krijesave, rrethana të ndryshme, ai e din si. Por e rëndësishme është se ai e merr përsipër me t'i kry të gjitha nevojat e ditës që ti i ke. E dyta është, çdo breng tjetër Allahu xhallahu ala nuk e lejon me të shqetësu. Nëse brenga jote më e madhe është kush? Raporti me Allahun. Çdo breng tjetër të godit ka plan normal, por nuk e lejon Allahu xhallahu ala që ajo me të gjynzu, nuk e lejon Allahu xhallahu ala që ajo me të pengu në rrugën e adhurimit të Allahut të madhruar. Dhe e treta është, thot Ibn Qayyim rahimullah, kjo breng e jotja, se si ke raport me Allahun, bën që zemra jote të jetë e përgatitur për të mbush me dashurinë ndaj Zotit. Do gjë këtë. Brenga jote bëhet e përgatitur që zemra jote bëhet e përgatitur që të mbushet me dashurinë ndaj Allahut e para. E dyta, gjuha jote vihet në përmendje të Allahut vazhdimisht dhe gjymtyrët e tuaja lehtësohen pa adhurimin ndaj Allahut të mëdhenuar. Fatmiri të fatë shëmë. Do të këto i arrin njeriu. A është adhurimi tjetër përveç se adhurim zemra, përmendje gjuhe dhe lëvizje gjymtyresh, a ka diçka tjetër? Ky është adhurimi, që e tërë qenja jon, i tërë trupi jon të jetë në shërbim të adhurimit të Allahut të mëdhenuar. E si kemi mundësi që këtë zemër ta mbushim me dashuri dhe këtë gjuhë të mbushim me përmendje dhe këto gjymtyr të lëvizim në adhurim të Allahut të mëdhenuar, atëherë kur brenga jote është një kashe, një dremtimshe, brenga jote mëngjes dhe mbrëmje raportit me Allahun të madhruar. Për këtu fillon. Ti pyete veten tënde sot mëngjes kur je ngrit, cila ka qenë brenga jote? Natën kur bjen me flet, cila është gala jote? Nuk ka gale shumë të normalisht, por dua të them se brenga kryesore, aja me cilën ti zgjohesh dhe bjen të flesh natën është raportit me Zotin. Si ke punë me Allahun?